Një nga momentet më të tensionuara në Big Brother Kosova ishte shpërthimi i papritur i Arditit ndaj banorëve të tjerë, një situatë që tronditi jo vetëm shtëpinë, por edhe publikun jashtë saj. Pas ditësh të tëra tensioni, provokimesh dhe fjalësh të mbajtura brenda, Arditi humbi kontrollin dhe shpërtheu me një deklaratë të fortë që la të gjithë të shtangur: "Mua nuk më ha palla për ju." Këto fjalë shënuan pikën e kthesës, sepse nga ai moment u kuptua se nervat e tij kishin arritur limitin maksimal. Debati nisi si një përplasje fjalësh, ku secili mundohej të mbrojë veten dhe pozicionin e tij në lojë. Banorët e tjerë akuzonin Arditin për arrogancë dhe mungesë respekti, ndërsa ai ndihej i sulmuar, i keqkuptuar dhe i vendosur në një cep nga grupi. Presioni i izolimit, loja e vazhdueshme psikologjike dhe ndjenja se askush nuk po e dëgjonte, e shtyn atë drejt një reagimi ekstrem. Situata doli jashtë kontrollit kur Arditi, i mbushur me nervoz dhe i verbuar nga zemërimi, u përplas fizikisht me Ludon, duke e goditur. Ky veprim tronditi shtëpinë dhe solli një heshtje të frikshme mes banorëve. Disa u ngritën menjëherë për t'i ndarë, të tjerë mbetën të ngrirë, të pavetëdijshëm për atë që po ndodhte para syve të tyre. Ishte një moment që tregoi se sa e brisht është vija mes debatit verbal dhe dhunës fizike, sidomos në një ambient ku emocionet janë gjithmonë në ekstrem. Pas incidentit, atmosfera në shtëpi ndryshoi rrënjësisht. Arditi u izolua emocionalisht, duke reflektuar mbi veprimin e tij, ndërsa banorët e tjerë u ndan mes atyre që e dënuan ashpërsjelljen e tij dhe atyre që u përpoqën ta kuptonin, duke e lidhur reagimin e tij me presionin e madh të lojës. Big Brother Kosova tregoi edhe një herë se nuk është vetëm një lojë strategjie, por një test i fortë psikologjik, ku karakteri i njeriut del në pa në momentet më të vështira. Ky episod ndezi reagime të shumta edhe jashtë shtëpisë. Publiku u nda në mendime, disa e pan Arditin si një lojtar që e humbi kontrollin dhe